Gjimnazi Pjetër Budi, që dikur mbante emrin Haki Feyzo, ka pritur pas gjysmë shekulli brezjen e maturantëve të viteve 1974-1975. Më shumë se 40 ish maturante mësuese 3 paraleleve u bën bashkë të shtumë për të rikthyer pas 50 vitesh emocionet e qëndrimit në klasë. Brezi maturanteve të atyre viteve hyn në klasë jo vetëm me moshën e rritur, por edhe me profesione që zgjodhen më pas në jetë teksa përfunduan studimet e larta. Të mbledhur nga rrethet të ndryshme të Shqipërisë, por edhe vende të ndryshme të botës, ku ata i ka përplasur jeta pas rënies së regjimit monist, ish maturantët shkëmbyen përvoja, përgjafime u çmallën me njëri tjetrin. Një nga nismëtarët e grupit organizator të këtij takimi pas gjysmë shekulli, ish mësuesi i pensionuar intelektuali Kasem Muça, tha se kjo ditë do të mbetet gjatë në memori në gjithë secilit. Unë desha t'ju falenderoj përzemërsisht të gjithëve pa përjashtim për dashamirësinë, edhe për sakrificën që keni bërë për të ardhur këtu në këtë takim, edhe për gjithë çka të mirë që i jemi edhe takomi dhe kënaqësi mas 50 vjetësh të maturës. Ne, në fakt, ne kemi profesorët tonë këtu, profesor Bojkon, profesor Muratin, edhe profesor Halitin këtu, edhe në fakt, profesor Murati nuk më ka çuar mësim, kam dalë vetë me dëshirë, për sot. Por veç të tjerave, ne katonarë, se kemi pjesë madhe katonarë këtu që erdhëm, gjetëm këtu një qytet të vogël, por ishte në zhvillim e sipër, qoftë në masi, qoftë edhe fundit duhet të thënë që Boreli përveç se që një qytet punëtor të matjanëve, një shumë të mirë, ishte edhe një qytet mikpritës i shumë intelektualëve nga gjitha fushat, nga ushtria, nga ekonomia, nga arsimja e kultura e kudo, që i gjetëm këtu, të cilat i kanë dhënë shumë të i qyteti dhe unë kam rastin, ato nuk janë këtu, unë të shpreh nderim për të gjithë ato që kanë kontribuar për këtë tre. Ne erdhëm këtu, përveç të tjerave, gjetëm këtë gjimnas, që ishte as më shumë, as më pak, një universitet me vete për ne, dhe që gatoi udhëtimin ton të suksesshëm në jetë. Dhe kjo është kënaqësia jonë që mas 50 vjetësh jemi këtu, ballë lart, me rrugën e përshkuar, edhe me peripecitë e veta, por edhe me sukseset. U nisëm prej këtij gjimnazi të armatosur me dijet të qëndrueshme, me edukat model, me qytetari dhe kështu e vazhduam gjithë jetën. Derisa takohemi sot. Ish maturanti Anafi Almeta Jella kishte përgatitur një video montazh me fotografi të 50 viteve më parë që ishin ruajtur nga shokët dhe shoqet e klasës së saj. Kthim pas 50 vitesh në këtë ambient kaq të mrekullueshëm, do thot rijetësim në shpirt. Unë për të dhënë një mesazh, një përgatitje për gjithë rrugtimin ton, kam sinkronizuar një video montazh të shkurtër me foto të kohës që kemi qenë në zonës, cilit i kam grumbulluar nga Justeni, Kasemi, Yllka dhe kushdo që më ka dërguar, dhe kam përgatitur një video mesazh të shkurtër për t'ju përshëndetur në këtë ditë të veçantë. Ju uroj jetë të gjatë dhe gjithmonë t'jemi në koherencë dhe t'ju urojmë njëri tjetrit më të mirë në jetë. Për ish mësuesin e fizikës Bojko Themelko, ato vite kanë qenë të arta pasi nxënës e tij kishte dhe shoqe për shkak të moshës së përafërt. Rikthimin për t'u takuar sërish me ta e ka pritur me dëshirë të madhe. Po, më kujtohet që kam ardhur djalë i ri dhe u emërova si mësuesi fizikës në gjimnazin Haki Feyzo. Po nga ajo kohë, përveç vështirësive të jetës që ishin atëre, më kam mbetur në mend se sa njerëz të mrekullueshëm ishin nxënësit e mi. Dhe ato mbaj mend, domethënë, se edhe i kisha edhe shok, edhe shoqe, isha edhe mësues. Po erdha me dëshirë të madhe për të parë, domethënë, se si ku janë dhe si ju ka vazhduar jeta e tyre nxënësve që kam pasur unë. Këtë ritakimi ish maturantët e përdorën për të lënë mes tyre takime të tjera të hapura.